Pas më shumë se 2 dekadash, autoritetet kanë ndërmarrë hapa konkret për zgjidhjen e problemit të sigurimit shëndetësor për 109 punonjës të ndërmarrjes publike komunale në Gostivar. Gjatë vizitës në këtë institucion, drejtori i Fondit të Sigurimit Shëndetësor, Sasho Klekovski, bëri të ditur se shkaku kryesor i mos aktivizimit të sigurimit ka qenë borxhi i trashëguar ndër vite. Sipas tij, ndërmarrja ka pasur borxhe që nga periudha para vitit 2009, si dhe nga viti 2009 deri në vitin 2011, çka ka bllokuar sistemin për aktivizimin e sigurimit shëndetësor, pavarësisht se që nga viti 2013 kontributet janë paguar rregullisht. За делодокот кој се однесува на 2009 како одговорност на фондот. Për një pjesë të borxhit që i referohet periudhës së para vitit 2009, ku përgjegjësia është e fondit, kemi arritur marrëveshje për pagesë me këste me informacion të dërguar qeverisë për shlyerje. Ndërsa borxhi nga viti 2009 deri në vitin 2011, kur mbledhja e kontributeve ka qenë përgjegjësia e drejtorisë të ardhurave publike, do të shlihet përmes një procedure përkatëse. Menjëherë pas lidhjes së marrëveshjes së parë do të aktivizohet sigurimi shëndetësor për 109 të punësuarit këtu. Që javën e ardhshme pas festave pres që sigurimi shëndetësor të jetë aktiv, që nga viti 2013 paguhet rregullisht, rreth 40 milion denar janë paguar nga ndërmarrja në emër të kontributeve shëndetësore, ndërsa në të njëjtën kohë nuk ka pasur sigurim aktiv. Ligji thotë se borxhi duhet të zgjidhet për të siguruar vazhdimsinë. Në takim mori pjesë edhe Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, i cili e cilësoi situatën si një padrejtësi shumë vjeçare ndaj 109 familjeve. Ai theksoi se nga java e ardhshme të gjithë të punësuarit do të kenë sigurim shëndetësor, duke sqaruar se zgjidhja po realizohet në 2 drejtime, financiarisht përmes qeverisë dhe administrativisht përmes Fondit të Sigurimit Shëndetësor. Bëhet fjalë për 109 familje që me vite, me decenje punojnë dhe s'kanë sigurim shëndetësor. Ashtu si çdo herë që kemi qasjen të definojmë problemin dhe të zgjidhim problemin, filluam procedurat bashkë me drejtorin e fondit në Fondin për Sigurim që të shohim kush është zgjidhja e këtij problemi, për fat mirë në bord kaloi dhe zgjidhet problemi, ashtu siç theksoi edhe drejtori, nga java tjetër të gjithë të punësuarit në këtë institucion do të kenë sigurim shëndetësor i cili atyre ju ka takuar me vite, me dekada, për fat keq nuk e kanë pasur. Pra ideja ishte që të zgjidhjet procedura administrative edhe financiare. 2 janë qasje që do t'i kemi. Në aspektin financiar nëpërmjet qeverisë do të shlyhen këto borxhe, ndërsa në aspektin administrativ nëpërmjet fondit do të fillon nga java tjetër sigurimi shëndetësor për çdo qytetar. Uroj që ma pak ta shfrytëzojnë dhe mos kenë nevojë shëndetësore, megjithatë është aspekti i sigurisë që secili prej neve dëshirojmë ta kemi, që nëse në moment kemi nevojë për ndonjë shërbim shëndetësor, ta marrim atë pasi që këto janë të punësuar këtu dhe ju takon me ligj. Sipas autoriteteve, pengesat kanë qenë kryesisht ligjore dhe administrative, pasi sistemi nuk lejon aktivizimin e sigurimit në rast të borxheve të papaguara. Nga java e ardhshme pritet që 109 punonjësit e ndërmarrjes komunale në Gostivar më në fund të kenë sigurim shëndetësor aktiv, duke i dhënë fund një problemi që ka zgjatur për më shumë se 20 vite.